Nga një institucion I cili prej më shumë se 10 vitesh ishte në faliment, ndërmarrja ujësiellës kanalizimeve në fusharës I rikthehet normaliteti duke likuiduar të gjithë debite akumuluara ndër vite, ndërsa ka krijuar financat për të investuar me qëllim shërbimin korrekt ndaj qytetarëve. Kreu I këtij institucioni, Leonard Doda, pohon se paralajmërimi I kryeministrit për fillimin e aksioneve ndaj debitorëve të ujësiellësit ka rritur interesimin qytetar për likuidimin e faturave të ujit, ndërkohë që rritja e nivelit të pagesave nuk është sërish në nivelet e duhura. Por pjesë e debitorëve në këtë qytet janë dhe institucione shtetërore për të cilët ujësiellësi paralajmëron ndërprerjen e kontratave. OSHE është Drejtoria e Shërbimit Pyjor Shkodër, është edhe policia. Policia është për vitet e kaluara. Ne kemi bërë ndërprerjen e ujit sepse ata kanë një postë re, po kanë një debit të mbartur nga vitet e kaluara. Problem ngjelet popullata, nga se shumë banor nuk jetojnë këtu. Shumë banor I kanë çuar shtëpitë me sera dhe ato që vinë nuk I dinë, nuk I paguajnë, pavarësisht se ne kemi njoftu, ne kemi dërguar shkresa. Ne do marrim masa mbas ligjit, do bëjmë ndërprerjen e ujit pishëm, prishjen e kontratës dhe si masave administrative që do. Rritja e nivelit të ardhurave si pasojë e likuidimit të faturave të ujit të pishëm ka bërë që ujësiellësi I fusharësit të fillojë investimet dhe në shërbim të rritjes së cilësisë, gjë e cila tashmë duket se është rritur ndjeshëm, ndërkohë që 20 dhjetor I këtij viti është afati I fundit për të gjithë debitorët, periudhë e cila do të pasohet nga ndërprerjet e furnizimit për të gjithë ata që nuk likuidojnë faturat mujore të ujit.